Kam marrë gjithë krenarinë e të qenurit nën, duke qenë edhe vetë nën, por edhe vajze dikujt, sigurisht unë jam rritur me shumë krenari si vajze Qani Mehmedit, por natyrisht duke ju falenderuar nënës, sepse ajo gjatë gjithë kohës është me Uskanën, pa nënën time nuk do të mund të performoja në asnjë koncert, asnjë rol, pa përkujdesjen që ka ndaj Uskanës, pa mbështetjen që ka Shkodrani, por këtë rol edhe këtë sukses ja kam dedikuar studentëve Universitetit të Tetovës që më kanë mbështetur shumë në realizimin e këtij roli edhe në gjithë pasqyrimin që ja kanë bërë asaj mbrëmje, atë ishte edhe rektori i universitetit, i cili ka shprehur fjalët më të mëdha të Miradis, por suksesin ja dedikoj babait tim Qaniut, i cili ka patur ëndër krijimin e Operës së Kosovës dhe ka patur ëndër të më sheh në atë skenë aty në Teatrin e Operës në Shkup, sepse në skena të tjera më ka parë. Dhe besoj që prej lartë njerëzit na shohin edhe ndjehen krenar përtej aty në largësive edhe mungesës fizike, po ne e ndjejmë prezencën edhe bekimin e tyre. Kështu që ky rol aty më ka quar gjatë gjithë kohës. Domethënë ka bërë një lidhje të jashtëzakonshme me njerëzit që më mungojnë edhe më kanë munguar me vite.